ishte edhe në favor të ndjekësve dhe të fansave. Dhe kjo gjë, siç duket, po e irriton pak Rogertin dhe duke mos patur më argumente të forta për të goditur Mateon, sepse Mateo që në momentin e parë që hyri, qëndrimet e tij, dëshirat e tij, ndjesitë e tij i ka realizuar, do të thënë Përshëndetje. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të nisur maratonën e komentimeve. Do të komentojmë të gjitha ngjarjet, do të komentojmë të gjitha dinamikat, të gjitha thashetheme që fliten lart edhe poshtë. Fillimisht njëherë këtë ditë dua ta nis me një debat të vazhdueshëm që mua nuk më duket korrekt edhe nuk më duket në rregull, nga mënyra se si Rogerti dëshiron që të krijon diskutime, se si Rogerti dëshiron që të krijon ngjarje brenda shtëpisë, duke ofenduar dhe duke denigruar një personazh tjetër, duke i vënë epitete të ndryshme. Ju e dini shumë bukur që marrëdhënia mes Rogertit edhe Mateos ka qenë një marrëdhënie gjithmonë e konfliktuar. Do të thënë Rogerti ka qenë kundër lojës së Mateos, Mateo ka qenë kundër lojës së Rogertit. Në asnjë mënyrë nuk kanë mundur që të gjejnë gjuhën e përbashkët, për shembull siç mund të kenë bërë banorët e tjerë që pas shumë zënkave në fund të ditës përsëri kanë gjetur një rrugdalje, një gjuhë të përbashkët me njëri tjetrin. Dita e sotme, përpos që natën e mbrëmshme, do të thënë ishin dinamika të zjarrta, banorët grindeshin mes njëri tjetrit, mundoheshin që të sqarojnë, të argumentojnë për fjalët që i kanë thënë deri më tani. Dita e sotme ishte edhe më e nxehtë se ajo e mbrëmshmja, do të thënë dinamika ishte më e madhe, lufta ishte më e madhe, Rogerti ishte më kërkues, ishte më sfidues në një farë mënyre rreth asaj të vërtetë që thot Rogerti. Epitete të këtilla ka patur që në momentin kur Mateo filloi që të shpreh ndjesinë edhe emocionet ndaj Brikenës. Por afrimiteti i tij me Shëndritin, marrëdhënia e tij e afërt me Shëndritin, shoqëria e tij me Shëndritin, ngriti një lloj perceptimi, le të themi, të gabuar tek Rogerti që Mateo është i preferuar tek meshkujt, do të thënë Mateo don meshkujt, Mateo ka ndjesi për meshkujt. Gjë që në fakt Rogerti e tha edhe sot, është një gjë që është diskutuar në Prime, në atë Prime-in që unë thoja që me patjetër duhet të goditet më shumë banori i cili flet, do të thënë opinionistët nuk është se i dhanë ndonjë mesazh Rogertit, sepse kanë patur frikën, por Rogerti nuk është se e bën këtë gjën, sepse Rogerti beson brenda vetes që Mateo ka preferenca për meshkuj. Mateo i do meshkuj, do të thënë në një farë forme e ofendon Mateon me epitetin homoseksual dhe produksioni në asnjë mënyrë nuk reagon. Tani, u ofendua Mateo për nënën e tij, nga ana e mirit u cenzurua pafund. U ofendua Mateo, tani po ofendohet nga Rogerti që i thuhet homoseksual, nuk po reagon produksioni fare sepse i intereson debati që bëhet brenda shtëpisë. Unë mendoj që Rogerti ka filluar që të trëmbet, ka filluar që ta ketë frikën e fitores së madhe, sepse sado kudo banorët kanë një lloj pasqyre të fansave jashtë, ato e dinë se si është efekti, ato e kanë kuptuar që fansat e kanë shumë të nevojshme marrëdhënien me Brikenën dhe Mateon, dhe për atë arsye u bë dhe dasma e madhe, që do të thënë ishte më së shumti edhe në favor të patjetër që në favor të Mateos, unë e besoj këtë marrëdhënien, por ishte edhe në favor të ndjekësve dhe të fansave. Dhe kjo gjë, siç duket, po e irriton pak Rogertin dhe duke mos patur më argumente të forta për të goditur Mateon, sepse Mateo që në momentin e parë që hyri, qëndrimet e tij, dëshirat e tij, ndjesitë e tij i ka realizuar, do të thënë atë që ka dashur nga Big Brother, nga ky format e ka marrë, dhe mendoj që kjo e bën Rogertin që të jetë i neveritshëm në këto nivele. Mua, për mendimin tim, Mateo nuk më duket homoseksual, nuk do të thotë që është një mashkull që ka një trup të bukur dhe punon për trupin e tij që të jetë në rregull dhe është homoseksual. Mateo nuk më ka dhënë mendime të tilla sepse ka krijuar një shoqëri të mirë me Shëndritin. Unë mendoj që dy shok të mirë kanë një marrëdhënie të mirë. Mateo me Gimbon dhe me Shëndritin e gjeti veten sepse janë njerëz të butë, janë njerëz pozitiv. Domethënë e kam kuptuar që
që karakteri i Mateos, njeriu i Mateos, ka nevojë për njerëz pozitiv, ka nevojë për njerëz të mirë, për njerëz me energji të mirë. Dhe kjo mendoj që e bën Mateon të jetë i veçantë dhe e bën Mateon që të jetë njerëzor. Do të thënë Mateo është shumë njerëzor, më njerëzor se sa ç'duhet. Por Rogerti e ka këtë inatin, Rogerti e ka mlefin, e ka urrëtitjen, e ka xhelozin kundër drejt Mateos dhe për këtë arsye, do me thënë e bën të gjithën këtë dramën e madhe, e bën të gjithën këtë gjëmën e madhe, vetëm e vetëm për të ulur nivelin të Mateos, do me thënë për të aquar në nivel 0. Tani, nëse flasim për loj mes të dyve, unë them që Mateo nuk ka vënduar epitete të këtilla kundër drejt Rogertit, edhe Mateo mundeshte ta përdorën për loj për të ofenduar Rogertin që ti je homoseksual, ti je kështu, ti je ashtu me ofendime, do me thënë kaq të rëndomta si ofendime, por Mateo asnjëherë nuk e bëri. Mateo ka luajtur me Rogertin, do me thënë ka ofenduar në kuadër të lojës së cilës është bërë, sepse Rogerti gjithmonë ka eskaluar, por unë e pres këtë luftën. Kjo ishte një luftë e pritur brenda kësaj shtëpie. Unë e kam thënë që kjo javë do t'jetë javë pak më intensive, do t'jetë javë pak më e neveritshme, sepse vetë fundi është i dhimbshëm, do me thënë, po shkojmë drejt një finaleje të madhe, po shkojmë drejt një çmimi 100.000 euro që të gjithë këto banorët e kanë të nevojshme. Mateo e ka thënë që në fillim që nuk e kam të nevojshme çmimin, sepse ai ka bërë matematikat e tij. Fundja fundit, le të jemi të sinqertë, këto banorë nga ky Big Brother fitojnë përtej 100.000 euros dhe mendoj që është një dinamik e fortë që po ndodhen brenda kësaj shtëpie, që po ndodhen brenda këtyre ambienteve nga të gjithë ato banorë. Por ofendimet si homoseksual, të thëna për të disa të herë kundër drejt Mateos, mua më duken sinqerisht, më duken të tepërta, më duken të neveritshme dhe më duken një frikë e një banorit i cili e ka frikën për të vazhduar më tej, sepse e ndjen veten të rrezikuar në një kombinim të tillë. Do me thënë, unë e shoh Rogertin jashtëzakonisht të rrezikuar në këtë kombinimin dhe duke mos patur se si të del nga kjo valle, ai mundohet që të ofendoj Mateon, që Mateo të eskalon nga vetja dhe ta ofendon Rogertin, ndoshta edhe ta gjuan. Do thënë, Rogerti është duke përdorur të gjithë pikat e një njeriu ku mund të preket ai njeri, të gjithë sedrat e një njeriu ku mund të preket ai njeri për ta nxjerrë atë nga vetja, për ta ofenduar atë dhe për ta denigruar atë, do të thënë për ta çuar atë në nivele të zeros. Dhe kjo e bën njeriu që të jetë i dobët. Për mendimin tim, Mateo është një personazh i cili ka një vetë kontroll jashtëzakonisht të lartë, nuk është se ka problem emocional, do thënë di të kontrolloj veten dhe kjo e bën Mateon të favorizuar brenda në shtëpi. Si mendoni, do t'ja del Rogerti me këto ofendimet që të ul dhe të nxjerr nga vetja Mateon?